Çmimi i energjisë elektrike nuk do të rritet deri në fund të vitit, siguron Ministria e Energjetikës Sanja Bozhinovska. Sipas saj, qytetarët do të kenë furnizim të qëndrueshëm dhe të sigurt me energji elektrike pa ngarkesa shtesë financiare. Тоа е дека цела оваа година цената нема да остане променета. Значи тоа се луѓе кои имаат дома топлина, светлина во чулниците, енергија за своите бизнеси. Sa i përket hidrocentraleve Çebren dhe Galisht, Bozhinovska sqaroi se ato janë pjesë e vizionit për pavarësi energjetike. Aktualisht po shqyrtohen modelet për realizim, ndërsa vendimi përfundimtar do të varet nga llogaritet financiare dhe interesi investitorëve. Vlerësohet se kosti e projektit mund të arrijë në 1 miliard e 300 milion euro. Понатаму ќе видиме дали ќе биде 100% наш или евентуално би било јавно-приватно партнерство. Се надевам дека тоа негде за некој краток временски рок ќе знаеме дефинитивно. Sa i përket projektit të luginës së Vardarit, ministra tha se shteti nuk heq dorë nga plani për shfrytëzimin e potencialit hidroenergjetik të lumit Vardar, edhe pse procesi është kompleks dhe afatgjat. Ky projekt bie ndesh me një pjesë të trasesë së hekurudhës së shpejtë që pritet të ndërtohet me kredim britanike. Projekti i luginës së Vardarit parashet ndërtimin e 12 hidrocentraleve përgjatë këtij lumi. Значи, под ништо не си имаме откажано, што е за Македонија бенефит. Aktualisht, termocentrali Manastir po funksionon me 2 bloqe, ndërsa autoritetet po hetojnë zjarrin e fundit. Kjo situatë ka sjellë rritje të importit të energjisë elektrike me çmime shumë të larta se sa ato të tregut, duke shkaktuar shpenzime të mëdha për shtetin. Ministra Bozhinovska nuk dha shpjegim se pse po paguhet më shtrejt.